Ajo ka ndihmu Kurti sa ka mujt, krejt kohën. Tash ka dalë prej lojës, s'do në s'pozita. S'di, Trumpi e ndihmon diçka. Jënë në heshtje partit politike tash pas këtynëve gërçav që jënë politik edhe që s'po zgjedhet presidenti i Kosovës. Jo në heshte, ata ju të bo prej fillimit në qëllim mos më zgjell. S'ka lidhje kush. Dikush duhet me qenë. Çfarë po mendon ti edhe pse po mendon tash është kjo farë heshtje e presidentit? Ajo ka ndihmu Kurti sa ka mujt, krejt kohën. Tash ka dalë prej lojës, s'do në s'pozita. S'di, Trumpi e ndihmon diçka. Ti po mendon se ako të bëj këtu edhe Amerika? Jo, Amerika s'u përzidrin tash. A mendon se Amerika do të ndërhy edhe do të bëhet edhe presidenti? S'kan kohë. Kanë punë tjetër. Çfarë pune po mendon që kanë? Në Iran. Në Iran. S'kan kohë për neve. A do të bëhet një zgjidhje tash pas? Bëhet more. Çish bëhet ata? Pajtohen. A do të ketë tash një krizë më të madhe për qytetarët e Kosovës? Po qytetarët na në krizë edhe që ashtu. Ti po mendon se a do të vazhdoj kjo të ngritet edhe kriza edhe do të vështirësohet edhe jeta e qytetarëve? Po jeta zvaret prej qeverisë. Varet prej qeverisë, institucionet nëse nuk zhvillohen, nëse nuk miratohen buxhetet, nëse nuk bëhen, do të fillohet një krizë në Kosovë edhe do të... Ata me buxhetin kanë kri, për tash kanë me harxhu boll. Po tash do të harxhojnë për anën e vet. Ja, kam mendu për to, për buxhet me dajt. Janë shtrejtu çdo sa. U shtrejtu rryma, uji, gjërat ushqimore, këto tjerat. So pi përballon populli këtu gjona. Ku populli duron sa dush. Na shohim kur. Apo mendon se pas këtyne blokada, këtyne ngërçav që janë politike, po largohen edhe qytetarët nga Kosova edhe këtu përshojnë vendin për një arsye se është një krizë mbi jetesë. Ato për ditë e ki ato djela. Shimi Kosovës është konstant. Veç mundet ma shumë. Kush mundet? S'mundet gjithë kush. Okej, faleminderit.